namaz. Atëherë nuk ka arritë, thotë. Pse? Atëherë namazi ka probleme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mos e vëdhni namazin tuaj. Si ja Rasulullah? Po të jenë namaz, e ne po e shikoj herë majtas. Jem namaz edhe herë djathës. Jem namaz edhe herë i kontrol këti të vone, që ka këtu. Por ne të hershmit Allahu i bekoft, momentin kur futeshin namaz, e kanë pas shumë problem që të mos ketë gjona që të tërhekin vëmendjen për para. Shkresat ndryshme. Pra, mundësisht, jo ke bardha fare si qështë. Sepse, ata të morin men, si e ka bon e piktoria të lullin e të përballë, që shumë vende, për shembull, janë me mija lule përballë atë ku je. Pra, si namaz është i pranueshëm, por e dëmtojnë këto, sepse të morin menin, duke i pa ato. Edhe e dyta, thot kërkoni ndihmë me durim. Allahu xhelle xhelalu thot, i do ata që janë durimtarë. Kjo është edhe një nga ato që e ka fitu më shumë dashurinë e Zotit xhelle xhelalu, janë pikërisht pejgamberët e Zotit. Pse këta kanë duru shumë. Shumë. Hallet, problemet, të lashet që kanë pas pejgamberët e Allahut, nuk i ka pas asnjëri në këtë botë. Domethënë të lashet për nga pesha vjen dora e dytë sahabët, ata që kanë qenë me pejgamberët e Allahut. Ama numër 1 këto i kanë pas. Shok pejgamberët e Allahut. Por Allahu xhelle xhelalu i kishte dhënë durim të jashtëzakonshëm. Për shembull, ne me na u paksu pasuria e humbim durimin. Ne për i gjotë vogël nxehemi. I sprove vogël, ne na çon, si të them, zero. Ndërsa ata janë sprovu aq shumë, sa për shembull një pejgamber i Zotit, 18 vjet i smur pa u çuar nga krevati. Sa që edhe kremat hashin trup të tij. Ai kaq shumë duronte, sa që e merrte kremin kur binte në tokë, thotë ha këtu se këtu e ka rrezull. Ja. Edhe kur u bon 18 vjet, bashkëshortja i thotë, burr, a nuk di drejtohesh i herë Zotit xhelle xhelaluhu, që ta lehtësoj? Ja, i thotë. Unë thotë, do t'i bëj aq vite, sa kom qenë mirë, do t'i bëj i smur. Kujt i është dhënë durimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i është dhënë një gjë e madhe. Allahu xhelle xhelaluhu sjell ajete apostafat për durimin në Kur'an. Edhe një nga ato që mbaj mendon është në këtë kapitull, po s'kemi shku hala. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Pra ishte ajeti që e përmendë që Allahu thot, unë i du durimtarët, ndërsa ky thot, Allahu është me grupin që bëjnë durim. Edhe vallahi, nëse bani durim, Allahu xhelle xhelaluhu do t'u angrej hallet e juaja. Ka për t'ju bën zgjidhje që ke për t'u çuditë edhe vetë. Zgjidhje që ti s'ke për t'i imagjinuar asnjëherë. Vallahi. Ama mos më mërzit. Durimin tëtë mos e shit. Çfarë do të thotë mos e shit hallin tëtë që keti? Ke njerëzit. Durova vallahi, sa të dush. Po s'pash gjë. Ja. Ja. Çfarëdo që të vejnë nga ato sprovat, jo durova, po nuk pash gjë. Por me duru shumë. Si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë shembull i gjallë për ne. Ne të paktën mundohemi qoftë edhe i ditë me ja arrit ata, vetëm i ditë, me vepru si ata, prapë është e pamundur. Por ata durimin e kishin çelësjete. Tregohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth 6 muaj nuk ka nes zjarm shpejt vet për me gatuj. 6 muaj. Sa mund të rrim ne pa nes zjarrin? Tregohet që Ebu Bekri
për 2 vjet e gjysmë që ka qenë drejtosi besimtarëve të Islam, nuk ka hangër amëlsin. 2 vjet e gjysmë. Edhe i herë shoqja i thot, o burra, kemi në i lek, thot, ose kam kursoj diçka që të hami amëlsin, thot se më ka që menje. Edhe normalisht s'kishin. Pra ishte i pari i muslimanëve, i pari i besimtarëve. Krejt depot, magazinet e muslimanëve ishin dorë të Abu Bekrit. Megjithatë, i thot bashkëshortës, nuk kemi ardhur, thot, me knaq trupin tonë. Po kemi ardhur, thot, me knaq Allahun edhe me fituar xhenetin. Pra deri atje kanë qenë dërushëm. Ndërsa ne të Allahu xhallahu për ne e shkru këtë jetë. Kjo thot është e vështirë. Domethënë t'ia besosh ti namazit edhe durimit gjithë hallet e tuaja, kjo është e vështirë, por ata thot që shpresojnë që të takohen me Zotin e tyre, nuk është e vështirë. Ata që shpresojnë se do të takohen me Zotin e tyre, nuk është e vështirë. Inshallah Zoti na bën prej këtij grupi. Pra, mos i shitni hallet e juaja, problemet e juaja tek njerëzit, por dorëzoni tek Zoti xhelel xhelaluhu. Dhe ai i cili ja lën Allahut xhelel xhelaluhu, Allahu do t'i gjejë rrugë zgjidhje. Allahu na bën për atyre që hallet tona i parashtrojnë namaz edhe me durim. Zoti na bën për këtyre inshallah.